Profeti a.s. ka thënë, gjërat për të cilat kam më së shumti frikë për pasuesit e mi janë barku i madh, gjumi i tepërt, dembelia dhe dobësimi i besimit. Mendoni pak, 4 gjëra që duken si të zakonshme, por që mund ta zbrazin njeriu nga brenda. Gjithçka fillon atëherë kur njeriu humbet kontrollin mbi veten e tij. Kur të ngrënit bëhet kënaqësia kryesore, kur rehatia bëhet qëllim, kur shtrati bëhet më i dashur se përpjekja. Atëherë trupi rëndohet, zemra plogështohet dhe shpirti fillon të rënohet. Nuk është rasti që profeti a.s. i përmendi këto gjëra të gjitha së bashku. Në fakt, ato ushqejnë njëra tjetrën. Njeriu që e tepron me ushqimin, zakonisht e tepron edhe me gjumin. Ai që e tepron me gjumin e ka më të vështirë të luftojë me dembelin. Dhe kur dembelia bëhet mënyrë jetese, fillon të zbehet edhe forca e besimit. Besimtari nuk është njeri i rehatisë së pafundme. Ai është njeri i qëllimit, njeri i disiplinës, njeri që lufton dhe përpiqet me veten çdo ditë. Sepse jeta nuk ndërtohet me përtatësi, as karakteri nuk formohet në komoditet. Gjërat më të bukura fitohen me përpjekje, me sakrificë dhe me vetkontroll. Prandaj kujdesu për zemrën tënde përpara se të kujdesesh për barkun tënd. Kujdesu për qëllimin tënd përpara rehatisë, e kujdesu për besimin tënd para çdo gjëje tjetër. Ushqeu me kujdes, fli më pak, jeto me disiplinë dhe mbaje zemrën tënde gjithmonë të lidhur me Allahun, sepse kur forcohet besimi, forcohesh edhe ti si njeri.